Apo më nda dy, se s'po. Hajde dy, po. Eksperienca më e mirë është kur kem shku si grup prej Kosovë me ngjitë malin vulkanik të Araratit në Turqi. 5137 metra mbi nivelin e detit. 15 vjeçkatar për Kosovë që të gjithë e kemi ngjitë me sukses. Wow. Ka qenë jashtëzakonshme. Cilin vet? 2021. 2021, okej. Edhe e dyta është... A ju ka marrë shumë kohë ngjitja kështu ju? Ngjitja na ka marrë dikon, kam mu kompletu, kështu si ekspedit, ka qenë 7 ditore, 8 dikon. Okej, po. Për shkak se u dufte edhe procesi aklimatizimit. Okej, mendo. Mu respektu në atë rast lartësia midetare shumë e madhe. Na vim për një vendi që nuk ka lartësi shumë madhe midetare. Okej. Ermal, pjesa e Via Dinarikës, a përfshin edhe po më pjeshkën një Melishit, si ta keni dika jo? Po, pjesa... A keni edhe ju dorë në këtë pjesë e Via Dinarikës? Pikërisht, Happy Trails Kosovo ka qenë si implementuesi punëve në teren. Apo? Në krijimin e Via Dinarikës në Kosovë, ka qenë domethënë pjesë e punimeve, po ashtu të vrazhta që janë punë shteg, punimeve teknike, markimeve ose shenzimit të shtegut, i cili fillon në Lip, mandej përfundon në Koshare, kush bo betejë famshme gjatë luftës. Okej, atje. Po, mandej pastaj përmes shtigjeve tjera kalon edhe deporton në Shqipëri. Via Dinarika emërohet në bazë të maleve, të cilat e determinojnë edhe atë emnin e maleve të Kosovës, për shkak se malet e Kosovës bojnë pjesë në malet dinarike, ndërsa via ka emrin për rrugë, që me përkthyer shqipe vjen rruga e maleve dinarike. Fillon siç e thënë Lip, edhe është përafërsisht 122 kilometra i gjatë, i gjithë i markuar dhe i gatshëm që mu ecë edhe me prit turista. Okej. Ermal, atë botë bajat ndonjëherë për shembull më ardh 10 herë, 20 herë, 30 herë, ku dion bjeshkën në Melishit, për shembull. Apo ti që çdo kësë kur marr prapë për herë të parë, çast shumë edhe e shijani jo? Jo, kur bajat mundet më bo pritja pitores dhe çështunën. Kur e di që dillën ko me dal hajde. Çfarë përgjigje? Çaja është. Mirë ma bune. Çaja është bajat. A thon, a ke njerëz kështu në familje, shoqëri që nuk është që janë shumë, ndoshta shoqëri me shumë gjaske, që nuk janë shumë të lidhur, po të lidhur në atë kuptimin se dalin shumë me ecë, dielën edhe veç se kuptojnë botën tonë qysh me zipret më çum 5-6 mëngjes edhe me dal me ecë. Unë kam shumë shoqni. Shumë të mirë. Shoqërinë kam shumë të mirë. A je tipi shoqënueshëm domethënë? Jam i shoqënueshëm, tepër tip social. Nuk jam introvert, jam ekstrovert, jam goxha i hapur me shoqëni. Gjithmonë kam pas përkrahjen e tyre, si pi shoqënisë me të cilët jam rrit me ta, siç ata që kam kriju gjatë rrugës, janë studime ose dikon tjetër. Përkrahje kam pas maksimale, sidomos pi familjes, pi motrave të mia, pi prindit tam, nënës teme. Përkrahje maksimale gjithmonë. Më kanë respektu, edhe vazhdojnë hala me A të thonë ndonjëherë që... Me respektu atë vendimin tam që unë e du natyrën edhe jam ambientalist, më thonë, respektoj ambientin, nuk më qep me pa mbeturina, nuk më qep, edhe nësi shoj heki, kanë herë më thonë që po kalon në ekstrem, po është thjesht proces.